Vërtet disa zëra që kanë qarkullu në media, ndoshta është koha që t'i flasim në lidhje me Atillën? Atilla Kardesh? Po. Atëherë, unë kam shumë dëshirë të jem transparente dhe si gjithmonë shumë e drejtë me publikun dhe duhet të bëj një diferencim midis ti jesh në një lidhje me dikë, të kesh një marrëdhënie dashurie me dikë, fejuar me dikë, bashkëtesë me dikë, apo martuar me dikë, apo në një raport njohje me dikë. Atillën unë e kam njohur një ditë të bukur vjeshta, ku patëm dëshirë nga dy anët të njihnim njëri tjetrin. Në një moment të duhur kjo njohje ose kjo dëshirë për një njohje u zbeh dhe secili jeton jetën e vet. Por unë me Atilla Kardesh nuk kam qenë kurrë në një lidhje dashurie, jo. Në një njohje sipër është një term i ri në botën e dashurisë. Këtë kam filluar me përdor kohëve të fundit, Malbora. Po kjo njohje sipër do të thotë që ka pas puthje apo s'ka pas puthje? Apo thjesht miq? Tani, shiko, këto janë gjëra shumë personale. Gjëra personale, kur them puthje, natyrisht që një person kur është në një periudhë njohje, njihet nga të gjitha anët. Nuk njihemi vetëm... E tha, kaq mjafton. Kështu që nuk kemi 3 vjet. Jo që ta kuptojmë si term më bukur, sepse kom dëgju shpesh duke e përdor... Unë dhe Atilla jemi të dy adult. Okej. Ai është një burr që është dhe baba e 2 fëmijëve. Jemi adult si gjithashtu dhe unë. Kemi pasur një njohje, po nuk mund ta cilësoj si një lidhje dashurie, bashkëtesë, një diçka më shumë, kështu që nuk kam dëshirë edhe ti mbi vlerësoj. Jo mbi vlerësoj, po mbi vlerësojmë gjërat. Kjo pyetje nuk të ardhë rastësisht, Malbora, për arsye që sa kam dëgju zëra, produksioni i firmave ka ndoshtë me ta sjell Atillën aty. Kam dëgjuar dhe unë. Ashtë të vërtet kjo? Kam dëgjuar dhe unë. Dje kam qenë disa biseda me disa miq përbashkët që ma konfirmuan. Unë kam qenë shumë e surprizuar për këtë fakt, sepse do me thonë nuk e di pse, sepse është titulluar pikërisht ashtu siç e the edhe ti, kanë dashur të ta sjellin ty brenda. Ai mund të vinte si një lojtar individual, mendoj që do kishte bërë një lojë të bukur. Mund të kishim bërë një lojë të bukur bashkë, për shkak sepse e vlerësoj shumë talentin e tij për këto lojra, sepse reality show ai e qan këtë pjesë, siç e ka vërtetuar dhe në Kosovë. Por ky epiteti kanë dashur të ta sjellin ty brenda, unë këtë se kam kuptuar kurrë, edhe faktikisht edhe kam dëshirë edhe pak të distancohem nga kjo pjesë, po domethënë edhe nga ana tjetër kam pyetur veten, kam thënë, ai e di që ti faktyra kur përmendet Atilla. Jo, nuk ka pse, mos më buzëqeshi. Unë buzëqesh për çdo njeri. Do të thotë, kjo shkëputje ka qenë në një raport të mirë. Çdo shkëputje. S'ka hatërmbetje. Çdo shkëputje ime është gjithmonë një raport të mirë. Këtë e surprizojnë shumë njerëz. Mirë, po unë me njerëzit gjithmonë, edhe kur ndahem në një keq, gjej momentin për të çuar gjërat aty ku duhen. Nuk ka asnjë lloj arsye kur interesi mbaron për të pasur një konflikt. Kjo për mua është diçka jashtë mentalitetit tim. Dhe kur ndodh, unë mundohem ta rregulloj në një të ardhme. Kështu që nuk është çështja se mua po qesh, domethënë, në raport me Atillën, po fenomeni më duket pak sa interesant, sepse unë kam qenë brenda, ai ka ditur, po